Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ka momente që nuk harohen lehtë, momente që nuk janë thjesht debate mes banorësh, por shpërthime emocionesh të mbledhura prej ditësh, ndoshta javësh. Një nga këto momente ishte përballja e fortë mes Albës dhe Dolces, një situatë që tronditi shtëpinë dhe ndezi reagime të forta tek publiku. Fjalia e Albës drejtuar Dolces, ti nuk ke respekt për femrat, ti nuk ke respekt për njeri, ti je mosmirënjohëse. Sa hyri mashkulli im në shtëpi vrapove ti gjuaje, nuk ishte thjesht një akuzë, por një shpërthim i mbledhur nga shgënjimi. Xhelozia dhe ndjenja e cenimit, gjithçka nisi gradualisht. Marrëdhënia mes Albës dhe Dolces kishte qenë e tensionuar edhe më parë, por gjithmonë e mbuluar me buzëqeshje të rreme dhe fjalë të zgjedhura. Alba, e njohur për qëndrimin e saj të drejtë dhe mbrojtës, kishte vëzhguar prej ditësh sjelljen e Dolces, sidomos pas hyrjes së mashkullit të saj në shtëpi. Çdo shikim, çdo batut, çdo afrimitet i vogël nuk i shpëtonte syrit të saj. Në një ambient si Big Brother, ku gjithçka shihet dhe asgjë nuk harrohet, edhe gjërat më të vogla marrin kuptime të mëdha. Dolce, nga ana tjetër, shfaqej e qetë në sipërfaqe, por mënyra e saj e komunikimit lozonjare dhe provokuese ishte ajo që ndiste dyshimet. Alba ndjente se kufit po te kaloheshin. Për të, nuk ishte çështje xhelozie e thjeshtë, por çështje respekti, si për veten, ashtu edhe për marrëdhënien e saj. Dhe pikërisht këtu shpërtheu gjithçka. Debati nisi në një moment kur banorët ishin të mbledhur në një ambient të përbashkët. Atmosfera ishte e rëndë. Alba, e ngarkuar emocionalisht, nuk duroi më. Ajo u përball drejt për drejt me Dolcen, pa filtra, pa frikë nga kamerat. Fjalët e saj ishin të forta, të drejt për drejta dhe plot mëllef. Ti nuk ke respekt për femrat, tha ajo, duke ngritur zërin. Kjo fjali u ndje si një goditje e drejt për drejt, jo vetëm për Dolcen, por për gjithë shtëpinë. Dolce tentoi të mbrohej, duke mohuar akuzat, por Alba vazhdoi. Ti nuk ke respekt për njeri. Shtoi ajo, duke e thelluar edhe më shumë konfliktin. Këtu debati kaloi nga personal në moral. Alba nuk po fliste më vetëm për veten, por për vlera, për parime, për mënyrën se si një grua duhet të sillet me një tjetër grua. Kulmi arriti kur ajo tha, ti je mosmirënjohëse. Sa hyri mashkulli im në shtëpi, vrapove ti gjuaje. Kjo fjali ndezi gjithçka. Banorët reaguan menjëherë. Disa u ngritën nga vendet, disa u përpoqën të ndërhyjnë për të qetësuar situatën, ndërsa të tjerë thjesht shikonin të shokuar. Dolce u ndje e sulmuar dhe e padrejtësuar. Ajo mohoi çdo qëllim, duke thënë se sjellja e saj ishte keq interpretuar dhe se nuk kishte bërë asgjë me qëllim të keq. Por për Albën, dëmi ishte bërë tashmë. Debati vazhdoi për minuta të tëra, me tone të larta, me akuza dhe kundërakuza. Alba fliste nga zemra, nga ndjenja e tradhtisë dhe e cenimit. Ajo theksoi se si femër kishte pritur më shumë solidaritet nga Dolce. Për të, problemi nuk ishte mashkulli, por fakti që një grua tjetër nuk respektonte kufit e një marrëdhënieje. Kjo e bëri debatin edhe më të rënd emocionalisht. Dolce, e vendosur në pozicion mbrojtës, u përpoq ta kthente situatën në favorin e saj. Ajo tha se Alba po e sulmonte për pasiguri personale dhe se nuk mund t'i ndalojë të ishte vetvetja. Kjo vetëm sa e acaroi edhe më shumë Albën. Për të, vetvetja nuk mund të justifikonte mungesën e respektit. Publiku jashtë shtëpisë reagoi menjëherë. Rrjetet sociale shpërthyen. Disa u rreshtuan fuqishëm në krah të Albës, duke e quajtur zërin e saj një zë për shumë gra që kanë përjetuar situata të ngjashme. Të tjerë e mbrojtën Dolcen, duke thënë se ajo po gjykohej padrejtësisht dhe se Alba po e përdorte situatën për dramë. Debati u kthye në një ndarje të madhe opinionesh. Ky moment nxori në pa edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është thjesht një lojë. Është një pasqyrë e marrëdhënieve njerëzore, e xhelozisë, e besimit dhe e respektit. Përballja mes Albës dhe Dolces tregoi sa të brishta janë kufit mes lojës dhe realitetit. Mes strategjisë dhe ndjenjës së vërtetë, pas debatit, shtëpia nuk ishte më e njëjtë. Atmosfera ishte e rëndë, shikimet ishin të ftohta dhe heshtja fliste më shumë se fjalët. Alba u pa më e vendosur se kurrë, ndërsa Dolce më e izoluar. Çdo veprim i tyre pas kësaj analizoi me lupë, si nga banorët, ashtu edhe nga publiku. Në fund, kjo përballje do të mbetet një nga momentet më të forta të këtij edicioni të Big Brother Kosova. Jo vetëm për fjalët e ashpra, por për temën që hapi, respektin mes grave, kufit në marrëdhënie dhe përgjegjësinë që kemi për veprimet tona.
Ishte një debat që zgjati shumë më tepër se disa minuta në ekran. Ishte një debat që vazhdoi në mendjet dhe zemrat e shikuesve, shumë kohë pasi kamerat u fikën në Big Brother, gjithçka kalon. Por disa fjalë mbeten. Dhe fjalët e Albës ndaj Dolces janë pikërisht nga ato që nuk harrohen lehtë. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, shpesh ndodhin situata që në pamje të parë duken të vogla, por që me kalimin e minutave dhe orëve shndërrohen në tema të mëdha debati, jo vetëm mes banorëve, por edhe jashtë shtëpisë, në publik, rrjete sociale dhe studio. Një nga këto momente ishte edhe situata mes Klodit dhe Elionës, kur ai I drejtohet asaj me fjalët: "Pse I ke prerë flokët kështu, nuk më pëlqen mua." Një fjali e thjeshtë, por me peshë të madhe, gjithçka nisi në një moment qetësie të rreme brenda shtëpisë. Banorët ishin të shpërndarë nëpër ambiente të ndryshme, disa duke biseduar, disa duke reflektuar, e disa duke menduar për strategjitë e radhës. Eliona kishte vendosur të bënte një ndryshim në pamjen e saj, duke prerë flokët. Ky veprim për të ishte personal, emocional dhe simbolik. Brenda një shtëpie ku identiteti shpesh humbet mes kamerave dhe gjykimit të vazhdueshëm, ndryshimi I pamjes është një formë rebelimi dhe vetvendosje. Kur Klodi e pa Elionën me flokët e prera, reagimi I tij ishte I menjëhershëm. Ai nuk e fsheu pa kënaqësinë, nuk e filtroi mendimin, por e shprehu drejt për drejt: "Nuk më pëlqen." Këto fjalë ranë rënd, jo vetëm për Elionën, por edhe për atmosferën në dhomë. Heshtja që pasoi ishte më e fortë se çdo debat. Eliona nuk reagoi me zë të lartë. Ajo zgjodhi heshtjen. Por një heshtje plot mesazh. Sytë e saj treguan zhgënjim, por edhe forcë. Në atë moment, shumë shikues e kuptuan se kjo nuk ishte thjesht çështje flokësh. Ishte çështje respekti, kufish dhe mënyre komunikimi. Ishte përplasja mes "mua nuk më pëlqen" dhe "është trupi im, zgjedhja ime." Banorët e tjerë filluan të reagojnë në mënyra të ndryshme. Disa u përpoqën ta zbusin situatën, duke e kthyer në shaka. Disa të tjerë u pozicionuan qartë në krah të Elionës, duke theksuar se askush nuk ka të drejtë t'i imponojë dikujt tjetër se si duhet të duket. Kjo krijoi ndarje të dukshme në shtëpi, duke reflektuar ndarje që ekzistojnë edhe në shoqërinë jashtë. Klodi, nga ana e tij, tentoi ta justifikonte veten. Ai tha se thjesht kishte shprehur mendimin e tij, se nuk kishte qëllim ta lëndonte Elionën dhe se sinqeriteti është pjesë e karakterit të tij. Por këtu lind pyetja kryesore: a është sinqeriteti gjithmonë I nevojshëm, sidomos kur cënon ndjenjat e tjetrit? Dhe a është mendimi personal arsye e mjaftueshme për të komentuar zgjedhjet intime të dikujt tjetër? Marrëdhënia mes Klodit dhe Elionës kishte qenë e paqartë që më parë. Kishte momente afrimiteti, por edhe tensione të fshehura. Ky episod I nxori në pa të gjitha këto. Shumë shikues e interpretuan reagimin e Klodit si shenjë kontrolli dhe posesiviteti, ndërsa të tjerë si pasiguri personale. Në një lojë si Big Brother, ku çdo veprim analizohet, edhe pasiguritë dalin në sipërfaqe, publiku reagoi fuqishëm. Rrjetet sociale u mbushën me komente, statuse dhe analiza të gjata. Hashtag në mbështetje të Elionës filluan të qarkullojnë, ndërsa Klodi u përball me kritika të ashpra. Shumë gra u identifikuan me situatën, duke ndarë përvoja personale ku zgjedhjet e tyre ishin gjykuar nga partner apo njerëz të afërt. Kjo e ktheu Big Brotherin nga një reality show në një platformë diskutimi shoqëror. Eliona, me kalimin e ditëve, u duk më e fortë. Ajo nuk kërkoi falje për ndryshimin e saj dhe nuk u tërhoq. Përkundrazi, ajo e përdori këtë situatë si motivim për të vazhduar lojën me më shumë vetbesim. Flokët e prera u bën simbol I pavarësisë së saj dhe I faktit që ajo nuk është në shtëpi për t'i pëlqyer askujt, por për të qenë vetvetja. Nga ana tjetër, Klodi filloi të humbiste mbështetje. Çdo veprim I tij pas kësaj situate shihej me dyshim. Çdo koment analizohej më thellë. Ky është rreziku I Big Brotherit. Një moment mund të ndërtojë, por edhe të rrëzojë. Fjala e gabuar në kohën e gabuar mund të kushtoj shumë. Ky episod tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është thjesht argëtim. Është pasqyrë e mentalitetit, e mënyrës se si komunikojmë, se si I shohim marrëdhëniet dhe rolet gjinore. Një koment për flokët u kthye në debat për lirinë personale, respektin dhe barazinë. Në përfundim, situata mes Klodit dhe Elionës do të mbetet një nga momentet më të forta të këtij edicioni. Jo për dramën e saj, por për mesazhin që përcolli. Sepse ndonjëherë një fjalë e thënë pa menduar mund të tregojë shumë për karakterin e një njeriu.
Dhe ndonjëherë një prerje flokësh është një deklaratë force, jo dobësie. Big Brother Kosova vazhdon, por kjo histori do të mbetet gjatë në kujtesën e publikut. Sepse nuk ishte thjesht një debat mes dy banorësh, por një reflektim i asaj që jemi si shoqëri. Dy lugë, një lojë, Alba, Labinoti dhe hija e limit në Big Brother Kosova. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, jo çdo debat ndodh me zë të lartë. Disa përplasje lindin në heshtje, në biseda anësore, në fjalë të thëna me gjysmë buzëqeshjeje. Dhe pikërisht një nga ato biseda po zhvillohej mes Albës dhe Labinotit, larg zhurmës, por jo larg kamerave. Alba ishte e ulur në cepin e sallës, me shikimin her pas here të drejtuar nga Limi, i cili po fliste me Dolcen në anën tjetër të dhomës. Nuk ishte vështrim xhelozie. Ishte më shumë vështrim analize. Si dikush që sheh një situatë dhe e kupton më thellë se sa duket e sheh. I tha Alba Labinotit. Me zë të ulët, por të prerë. Ky Limi. Knej ri afër Dolces, knej më sheh mua. Labinoti e dëgjoi me vëmendje. Ai nuk ishte nga ata që ndërhynte menjëherë. E njihte Albën mjaftueshëm për të kuptuar se ajo nuk po ankohej. Ajo po konstatonte, mua nuk më intereson fare, vazhdoi Alba. Le të bëj çfarë të doj. Thjesht po ta them si duket. Labinoti buzëqeshi lehtë, me atë buzëqeshjen që tregon se e ka kuptuar lojën. Ai hodhi një vështrim nga Limi, pastaj u kthye nga Alba. Po, tha ai qetë, duket sikur ka qejf me hanger me dy lugë. Fjalia ra si batut, por mbante brenda saj një analizë të ftohtë. Alba qeshi shkurt. Jo nga humori, por nga fakti që dikush tjetër e kishte lexuar situatën njësoj si ajo. E pra, tha ajo, problemi nuk është se ha me dy lugë. Problemi është kur nuk e di çfarë do. Labinoti tunte kokën. Në këtë shtëpi, u përgjigj ai, shumë njerëz ngatërojnë afrimin me interesin e vërtetë. Disa e bëjnë për ndjenjën, disa për lojë. Alba u mbështet pas. Zëri i saj ishte i qetë, por i sigurt. Unë nuk jam këtu për me u bërë opsion, tha ajo. Nëse dikush më sheh, le të më shoh qartë. Pa mjegull. Labinoti e vlerësoi këtë. Kjo është arsyeja pse njerëzit të respektojnë, i tha. Ti nuk hyn në skema të dy fishta. Ndërkohë, Limi qeshte me Dolcen, i pavetdijshëm ose ndoshta shumë i vetdijshëm për shikimet që po i hidheshin nga larg. Sjellja e tij nuk ishte e gabuar, por ishte e dy kuptim. Dhe në Big Brother, dy kuptimësia gjithmonë paguhet. Unë nuk kam as xhelozi, as hatërmbetje, shtoi Alba. Thjesht nuk më pëlqen konfuzioni. Labinoti ngriti supet. Konfuzioni është monedh këtu brenda, tha ai. Por jo të gjithë e pranojnë. Biseda e tyre nuk u dëgjua nga të gjithë, por energjia e saj u ndje. Sepse Alba nuk po fliste për Limin si person. Ajo po fliste për qëndrimin, për mënyrën se si disa njerëz përpiqen të mbajnë disa dyer hapur njëkohësisht. Më vonë, në dhomën e rrëfimit, Alba do të thoshte, nuk më intereson kush rri me kë, më intereson vetëm sinqeriteti. Ndërsa Labinoti në një bisedë tjetër do të shtonte, nëse ha me dy lugë, rrezikon të mbetesh i uritur. Kjo fjali u përhap në shtëpi si një e vërtet e vogël, por e fortë, sepse në Big Brother Kosova nuk të gjykon vetëm ajo që bën, por si duket ajo që bën, dhe Alba e dinte shumë mirë, ajo nuk ishte pjesë e një loje me dy lugë. Ajo ishte aty me një qëndrim të qartë, pa mjegull, pa interes të dy fish, ndërsa për Limin, dilema mbeti pezull. Jo si akuzë, por si pyetje që shtëpia do ta shtrojë sërish, a mund të hash me dy lugë pa u zbuluar? Mbrëmja kishte rënë mbi shtëpinë e Big Brother Kosova me një qetësi të ngrohtë. Pas ditësh të mbushura me debate, tensione dhe përplasje mendimesh, dukej sikur banorët kishin nevojë për një frymëmarrje të përbashkët. Muzika në sfond ishte e lehtë, dritat jo shumë të forta, dhe energjia kishte marrë një drejtim tjetër, më njerëzor, më të sinqert. Alba ishte ulur përballë Ludos dhe Limit me një gotë në dorë. Ajo i shikonte të dy me buzëqeshje, sikur po përpiqej të lexonte diçka më shumë se sa thjesht lojën e Big Brotherit. Ishte një nga ato momente kur njeriu flet jo për strategji, por për ndjesi. Ju të dy, tha Alba pa pritur. Duke thyer heshtjen, jeni si njëri tjetri. Ludo ngriti vetullat dhe qeshi lehtë. Limi uli kokën me një buzëqeshje të përmbajtur. Banorët përreth u afruan pak më shumë, sepse e dinin që po vinte një moment i bukur, nga ata që nuk planifikohen, si njëri tjetri si. Pyeti Ludo, me humor. Alba ngriti gotën pak më lart.
Në mënyrën si reagoni, si mbroni njerëzit tuaj, si nuk e shisni shoqërinë për lojë, tha ajo. Edhe kur grindeni, jeni të drejtë. Për një çast, Ludo nuk foli. Pastaj u kthye nga Limi me një shikim të ngrohtë, të sinqert, pa kamera, pa publik. Limin e kam shpirt, tha ai, Limin e kam zemër. Fjala zemër u dëgjua fort në dhomë. Nuk ishte thjesht batut. Ishte deklarat miqësie, banorët filluan të buzëqeshnin. Disa tundnin kokën në shenjë aprovimi. Ky ishte një nga ato momente që publiku i do, i vërtet, i pastër, pa tension artificial. E kam fans, shtoi Ludo me të qeshur, duke ngritur gotën. Gëzuar Limi. Limi u ngrit lehtë nga vendi. Nuk ishte tipi që fliste shumë, por kur fliste, fjalët kishin peshë. Ai e pa Ludos drejt në sy, pa ironi, pa lojë. Gëzuar, Ludo, tha ai. Gjithmonë. Gotat u prekën lehtë. Një tingull i vogël, por simbolik. Alba i shikonte të dy me kënaqësi. Për një moment, Big Brother nuk ishte garë. Ishte bashkëjetesë, për këto momente ja vlen. Tha Alba. Jo për shere. Jo për etiketa. Po për këto qaste. Ludo u mbështet pas në karrige. Këtu brenda, tha ai, ose bëhesh ujk, ose bëhesh njeri. Unë zgjedh njeriun. Limi e miratoi me një tundje koke. Edhe unë. Banorët e tjerë filluan të bashkoheshin. Dikush solli më shumë gota. Dikush tjetër rriti pak muzikën. Atmosfera u kthye në festë të vogël spontane, pa arsye të madhe, përveç faktit që miqësia kishte fituar për atë mbrëmje. Kamera kapte fytyra të qeshura, shikime të sinqerta, batuta të vogla. Publiku jashtë do ta shihte këtë si një nga ato skena që tregojnë pse Big Brother nuk është vetëm konflikt, por edhe lidhje njerëzore. Në fund të mbrëmjes, Alba tha diçka që mbeti në ajër, njerëzit harrojnë çfarë thua, harrojnë çfarë bën, por nuk harrojnë si i ke bërë të ndihen. Dhe atë natë, Ludo dhe Limi u ndjen të respektuar, të vlerësuar dhe mbi të gjitha të bashkuar. Në Big Brother Kosova, ky ishte një nga ato momente që nuk fitojnë çmim, por fitojnë zemra. 2 lugë, një lojë, Alba, Labinoti dhe hija e Limit në Big Brother Kosova. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, jo çdo debat ndodh me zë të lartë. Disa përplasje lindin në heshtje, në biseda anësore, në fjalë të thëna me gjysmë buzëqeshjeje. Dhe pikërisht një nga ato biseda po zhvillohej mes Albës dhe Labinotit, larg zhurmës, por jo larg kamerave. Alba ishte e ulur në cepin e sallës, me shikimin her pas here të drejtuar nga Limi, i cili po fliste me Dolcen në anën tjetër të dhomës. Nuk ishte vështrim xhelozie. Ishte më shumë vështrim analize. Si dikush që sheh një situatë dhe e kupton më thellë se sa duket, e sheh. I tha Alba Labinotit. Me zë të ulët, por të prerë. Ky Limi. Knej ri afër Dolces, knej më sheh mua. Labinoti e dëgjoi me vëmendje. Ai nuk ishte nga ata që ndërhynte menjëherë. E njihte Albën mjaftueshëm për të kuptuar se ajo nuk po ankohej. Ajo po konstatonte, mua nuk më intereson fare, vazhdoi Alba. Le të bëj çfarë të doj. Thjesht po ta them si duket. Labinoti buzëqeshi lehtë, me atë buzëqeshjen që tregon se e ka kuptuar lojën. Ai hodhi një vështrim nga Limi, pastaj u kthye nga Alba. Po, tha ai qetë, duket sikur ka qejf me hanger me 2 lugë. Fjalia ra si batut, por mbante brenda saj një analizë të ftohtë. Alba qeshi shkurt. Jo nga humori, por nga fakti që dikush tjetër e kishte lexuar situatën njësoj si ajo. E pra, tha ajo, problemi nuk është se ha me 2 lugë. Problemi është kur nuk e di çfarë do. Labinoti tunte kokën. Në këtë shtëpi, u përgjigj ai, shumë njerëz ngatërojnë afrimin me interesin e vërtetë. Disa e bëjnë për ndjenjën, disa për lojë. Alba u mbështet pas. Zëri i saj ishte i qetë, por i sigurt. Unë nuk jam këtu për me u bërë opsion, tha ajo. Nëse dikush më sheh, le të më shoh qartë. Pa mjegull. Labinoti e vlerësoi këtë. Kjo është arsyeja pse njerëzit të respektojnë, i tha. Ti nuk hyn në skema të 2 fishta. Ndërkohë, Limi qeshte me Dolcen, i pavetdijshëm ose ndoshta shumë i vetdijshëm për shikimet që po i hidheshin nga larg. Sjellja e tij nuk ishte e gabuar, por ishte e 2 kuptim. Dhe në Big Brother, 2 kuptimësia gjithmonë paguhet. Unë nuk kam as xhelozi, as hatërmbetje, shtoi Alba. Thjesht nuk më pëlqen konfuzioni.
Labinoti ngriti supet. Konfuzioni është monedh këtu brenda, tha ai. Por jo të gjithë e pranojnë. Biseda e tyre nuk u dëgjua nga të gjithë, por energjia e saj u ndje. Sepse Alba nuk po fliste për Limin si person. Ajo po fliste për qëndrimin, për mënyrën se si disa njerëz përpiqen të mbajnë disa dyer hapur njëkohësisht. Më vonë, në dhomën e rrëfimit, Alba do të thoshte, nuk më intereson kush rri me kë, më intereson vetëm sinqeriteti. Ndërsa Labinoti në një bisedë tjetër do të shtonte, nëse ha me 2 lugë, rrezikon të mbetesh i uritur. Kjo fjali u përhap në shtëpi si një e vërtet e vogël, por e fortë, sepse në Big Brother Kosova nuk të gjykon vetëm ajo që bën, por si duket ajo që bën, dhe Alba e dinte shumë mirë, ajo nuk ishte pjesë e një loje me 2 lugë. Ajo ishte aty me një qëndrim të qartë, pa mjegull, pa interes të dyfish, ndërsa për Limin dilema mbeti pezull. Jo si akuzë, por si pyetje që shtëpia do ta shtrojë sërish, a mund të hash me 2 lugë pa u zbuluar?